secili për jush po e den në arsyen pse jemi mbledhur këtu. Kjo është për faktin se profesori Arni Deludi sot tashmë ka ditën e fundit të punës së tij dhe nga nesër ky tashmë ka një stil tjetër të jetës. Gjithsesi, sikur që tjetë, ne përkundër s'mund ta fsheh emocionet që mund të kemi në situata të këtilla, kur vjen momenti me pikë që ke punuar prej vitesh të ndohesh, po gjithsesi prap emocione shkakton edhe fakti tjetër që koha po vazhdon të lëviz me atë ritmin e vet jo nga dash. Kjo për faktin se për shembull që po nisem nga vetë jemi kur fillova në vitin 2012 punën në pranova atëherë në shkollën e artit banor, por për disa vite më dash të punoja te shkolla e bujqësisë. Ka po i kujtoj sa fytyra e gjeta duke punuar edhe janë pensionuar, po ma rikujton që këtë që thash pak më përpara që huaj po e shpejt. Nuk e kam gajnën që së shpejt edhe unë kam me ndodhë në këtë pozitën të ja boj gajnë e dugagjimit, që si shumë shpejt, pas një 8 vjetës kemi me bërë qështu. Po kjo, si do që tjetë është mirë, përkundër këtyre emocionet, që shkakton të që janë njerëzore, por me gjithatë situatat tilla duhet të njeri të gjejë forcë se dhe tjetë falenderues gjithashtu se për shembull provi ka arrit me përmbush një objektiv të vetin, pra me punu ndershmërisht sa ka punu deri sot dhe e ka prit pensionimin. Tash kjo s'do të thotë që nga nesër ky duhet me ngrit flamurin e bardhë dhe thjesht me udhëzu, është një formë që thash pak më përpara, një stil tjetër i tjetuarit, pa do obligime që i ka pas kjo lloj jetë që i ka pas deri sot, po prapë unë shpresoj që profesori Arni ka me mujt me u përshtat edhe në qatë stilin tjetër të jetës, pra edhe fakt bashkësisht që është krijues dhe arti, gjithsesi kam i kriju mundësi që ky thjesht me shiju dhe që pjesë tjetër të jetës. Unë me këtë rast gjithsesi dua ta jo vetëm ta falenderoj për sa na ka rënë, thash të paktën unë provën e radhën më herët, edhe sa isha në radio se dia kujtohet në herë ftonin në emisione, por faktikisht një kështu më intensivisht prej atëherë që është thash pak më përpara prej vitit 2012, kur atëherë ky ishte ushtrues, koordinator që ke pasur në pozicion të shkolla e artit, po si do të qoftë unë është edhe kjo e rëndësishme që ruaj kujtimet mira, faktikisht në nuk ditë nuk është bërë ndonjë gjë të keqe dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Me dhja asën si kom bërë asnjë të keqe dhe faktikisht ky është një tregues që ne kemi forcë dhe kemi guxim me u përballë me këto momente që shëtash. Urimet por e shnet pas në pjesën tjetër se u takojmë për të mira gjithsesi. Faleminderit që të shpëron është jeni të lirë të shpërfaqni ndonjë qëndrim përshtypje këshillë, nashta kohë sa me ka kalu Prova të fresk. Mirë, s'po ngrit në këmë, ju përshëndes gjithëve. Unë e falenderoj Arnin që në ka bashkan gjithë prej vitës sotit, neve, se unë e para 3 mujve që edhe unë e kom posë këtë fatë, jam pension, me ish kolegën edhe një azion që ka dalën para një vitë gjysë, për kësë shkollës sonë. Ani të rëj shëndet, të ke shëndet edhe ta gëzofsh të pensionin. Nuk o bashkë ndjenje mirë, po shqyqo që kemi pritë. Shqyqo që kemi pritë, se kemi mujtë mësë me pritis, disa prej njeve vetë kemi qenë gjendje që kemi mujtë edhe mësë me pritë, po ajo dhije që ta thonë zotin nuk. Une nuk isha me zoti për të shka, sepse u tha, profi Argim i tha disa gjona që ka bashkë me thonë. Me Arnin unë e punoj që
25 vite, 26 vjet, edhe kemi kalu një kohë të mirë, një shoqëri të mirë, edhe fjalë të mira, kështu që ato fjalë edhe ajo ku e kaluar na mbetet si kujtim, që nuk do të harrojmë. Besoj që kjo pensioni për anije nuk o fort të rënë, sepse kjo vazhdon, se ka një dëmi që mund të vazhdoj, për disa tjerë që ka ndarë ma herët e kemi rastin e Qamilit, shumë i shpesh. Harrove kejt, kështë e pomë për mendë. Harrove, ka në për krej fole, se një vjetë se ka edhe të që këtë. Kështë që a ne vazhdoje njëjtën, njërës pak e qënë kohën, e kalën kohën, se nuk ishtë pas letë. Edhe unë e kom fillu të shkatil, po jo pas në drejtim, po në drejtimin të më, edhe unë e më pregatit shka me fillu me përnu, edhe unë më marrë për shka me edhe unë me një loj dizajn në atë kuptimin. Kështu që është njërë me vazhdu edhe dëshërej sukses, nësë në arro, në afton e herë kërkin të një ekspozit. Nëse që sot të të me kjede valë. Por edhe herave tjera, ne do t'jem me njës, nëse në afton edhe të vizitojmë, edhe të kontaktojmë ju dhe t'jem gjithmonë në lidhje. Kështu që ami i përshëndet dhe familjen të është për t'i për apërëzishtë që të keni këto shoqë në në shtarë, e një pa mesa po shatja, djarja po. Inshallah baba e gëzëm pensioni. Ashtë edhe njerë, kemi kujtimet mira, kemi me vërtet, kemi punu shumë bashkë, edhe kështu që inshallah shihemi për fëmijët gjithmonë. Ka që kisha dishka ma tepër, unë me ndoj që dikush dhe tjetër nëse ta me marrë fjallën, në shkëdejtë s'klepon, në gzimi. Në harne, do shmoni krenat, që sot të përfundon këtë mision, pa që ba. Mënyrën ma të mirën mundshme. Mënyrën shumë matën, shumë ditën, ke ditë në distancu situatave të ndryshme, po në fund ja dole në banë, janë dole pa që pa. Prej sot, profesor Alme këm taku vitin 2000 herën e parë, e se këm bo menë që të bo me dhe kolegë mas 10 vite, 11 vite, po prej sot besoj do të mbetesh si simbol për gjenerata tjera, për nxënësat, si themeluesat e kësaj shkolle, dhe si drejtori i parë, që të kanë me pas simbol edhe një farloj embleme të institucionit. Shumë të përgëzoj priftën vara dhe shëndetin të ardhmen, edhe mos u ndaj me karrierën jashtë ata ashtu kanë liru dur prej vitarit, ki mundësi me vazhdu karrierën me shumë suksese të rojtë që të mira. Pa ta nderin së pata kolegës. Shumë faleminderit. Ja, ka po ta mi thonë që ma i ri, hani, ja, na bashkë një të Zavend drejtori i shkollës mesme bujqësisë Arbëria, ndërkohë Flavor ka marrë pozitën e drejtorit të bujqësisë. Është në përcit kujtestar. Sot djeni një kashim veçantë, pari ku takova ishtë nxënësit mirë që sot jërë kolegë tonë, po edhe ishtë kolegë që kemi punu bashkë, në avnjën edhe kuj ka pas dhe pozita në kohë, edhe unë kemi qenë u hesë shkolle. Kjo shkollë kriju se dinin ato në për stazat ndryshme ka kalu, to të ka qenë jërë në për të shkolla teknika, të shkolla përësisë e kejtë, kështu që kjo ka pësu disa peripeti, e ka bo një odisejat shumë të anë, mirë po vjen mirë sot që po e shonë këtë gjendje, po e shonë që një objekt shumë i mirë, i pajisur shumë mirë. Avnjët, i uraj jetë në gjatë, i uraj shëndet, mund të mbarë. Njerëzit nëse dojnë të jetoj gjatë, për të nëmë pas veta. Avnjët e Hluri nga kalon shumë veta, nga ka përfajsu Kosovën e Gjilanin, nga ka përhasu në ekspozita të ndryshme, të evropiane botërore. Shto që njerë nëse
do të jetoj për gjithmonë për ta të lënë veprat mbrapa. Vetëm një degresion shkurt apo këtu të gigamesin. Kur e kërkon atë barin e pavlekësisë, e gjena që mirë, po nga arsia i den aty një zohët, mos e shpëtohet se që pavlekësia, pavlekësin i vdekshëm, nuk fitrohet, po do të lënë vepra. A e mërë vend se ta kur barin e ujit, kështu që a i krejtu rrugën e ndryshon, edhe i bon hije. A i mendohet në moment, i gërësh do të këthejnë, do të në rrugë, e reshit, nga drejtë, ta të ndërtoj palate, klujajt, rrugë, e kështu që të mbetëm i pavdekshëm. Avnjut i uroj sukses, se kuj e vazhdojnë sigurisht, kuj kalon vepra, do të vazhdojnë, por dhe të mund e ti vazhdojnë. Dhe farim të që nga keni krivë mua dhe të ringin krivë. Për profesor Arni Bedulli, ku pas fatin ta një herë, që ishtë në vitet e para shkollës mesme. Edhe e kujtoj në knasija atë kohë, se kujtimet ka njëherë janë shtu si edhe knasi, ka njëherë dhe të këmë se shko koha. E knasi se atëherë ke qenë i ri edhe me ato ndansa, me ato generata, me ato djemë e ato vajza, që për mund për drejtë me të thonë, kanë qenë mund duken ma të mirë se sot. Pak ma shumë janë angazhu punë. Mund. Do farë që si telefonës si kanë pasë. Edhe kanë qenë krejë këtë të angazhu. Me vullnet qelit. E Avniu më kujtohet si në Zans ka qenë shumë i interesuar për artë. Nuk ka shku se di orë që gjatë zhvillimit edhe gjatë shpjegimit të ndoj teme, francishme, ose të gjuhës shqipe, ose të gjuhës frenge, kuj me aty ka marrë dhe motive edhe i ka bo pikturat edhe i ka paraqit mund. E përgëzdoj profesor Arniun, uroj profesor Arniun të t'i prishëm veti, e të nga kryoj vepra të ati që ka kryu prej ditëve të para shkollës mesme. Do pikturat të profesor Avniu ende i komëllone nga shkolla mesme. Uroj edhe familja, edhe kolegë, sigurisht edhe kolegë të kam përmbojt, dhe profesor Avniu ka qenë një kuadër për mund i dalun, nartë, veprat e ti kanë depërtu gjithmonë. Edhe ne ka përfaqësu denjësisht artin, se edhe të qytetit, po edhe të Kosovës, edhe krejt kombishitarës. Ju përgjët të punën, në rejtë të djenit përmbushur, e të vazhdojnë. Faleminderit. Bravo, diçka dhe folë. Këtu shumë se ne përfshi profi Agime ju tjetë për përgjithësi, përfshi shumë, po një aktivitet që është zhvillu shumë ma herët, që e keni ditë, apo që keni ditë, do prej vitet 90-ta punojmë zbashku, shok, edhe në ka lidhë profesionin, do thot, i ka aktivitete që i kemë zhvillu ne para, që përfshi kështu para lutë, vitet 90 deri fonde, deri vazhdimësi, deri në fund, karierës edhe këti kështu, këndor profesorlat, jo karierës artistike, se karierë artistike, shqyqyrë zotë që ne nuk e përfundojmë deri sa na punojnë duke të mendje pak. Na
Me Odin kemi punu shumë herët, në viteve 90-ta, me aktivitetet ndryshme, artistike, ndihmën, kyçe ka dhonë shembull punës palotshme. Nëse kemi marrë një detyrë me zhvillu, apo një aktivitet me zhvillu, do të thonë atë një ka qenë superior. Aty gjithçka është kry shumë mirë, shumë rregull, shumë do të që jo mirë njës për atë punë. Unë një kohë si kam qenë si udhëhec, po udhëhec për marrë edhe një gëqe, me qamili edhe tjertë, do të thotë kanë qenë, po si udhëhec që është kry pa ko një farë problemi. Të dhënë edhe tash edhe ma korumë. O zhvillu punën palosme që ka posë kry. Edhe intensiteti që është kryja e punë, unë është kry shumë në tregu. Për ata jam finjos, jam falenderus, jam se ndoshta na në këto intime pak e kemi bisedu që është kry krejt, po kështu tash pak ma gjanë do më shprej. I falenderoj edhe një sene, i falenderoj për krejtat aktivitetin, për vrullin që ka dhonë, për mirëqenjen e artit përgjithshëm, edhe nacional, edhe lokal. Që ju uroj shëndet, spari, ta përjetoj në familje, edhe spari për shëndet, që unë e di që punë nuk e ndalë, se puna thash dhe majrë, puna e artistit nuk ndalë, dheri sa në puna një dorë apo një mendje, kështu që ju uroj shëndet, edhe gjithë të mirë. Dikush tjetër. Mundën edhe pas te. Unë edhe i kom shëru në kam shumicëve, i shpëmujt të shprej. Sot është një ditë e veçantë për mu, dhe për ju, gjithë që jeni prezent, shëndes kolektivin e shkollës, dhe kafatit, familje time që më kam nështetë, kolegët, ish kolegë që kemë përnu e profi drejtori Shaban Bislini, të dherë tash ma i rju që ka dërë me zjanë profi Rejë dhe tjetës. Unë misionin për mësusi e kam fillu nga nivellet shumë i madh. Jo që s'kam pas mundësi ndoshta një zgjidhje tjetër, kam pas mundësi që i bashkangjit edhe profit luan tekstil, kanë ofru, bile pagat kanë qenë, po thonë një po 2 herë më të madhe se kur kam fillu në 86, kur e të 350 marka kam pas në. Luani ka pas afer 1000 tekstil. Ka ofru rasti, po kam qenë nuk e di, ndoshta ende pa fillu me nëzanë ndoshta kalimi ma shumë. Dhe shpresoj që kam dhënë diçka nga vetja para nëzënësve, me kolegët, vazhdimisht jam përpjek me kryu raporte shumë ngrofta, shumë profesionale, shumë historie. Në aspektin pedagogjik me nëzënës, shpresoj që kam dhënë diçka, nëse kam qenë frymëzues për të, apo modest si shpreh në nëzënësit, unë do të kisha shumë i lumtur sot. Në aspektin e shoqëror me kolegë, sepse 14 vjet kam ndru shumë shkolla, shumë drejtor, i kam bërë përpjekje e mos jem mënyrë më të mirë të mundshme, njerëzore, humane dhe shoqërore, po edhe në aspektin pedagogjik, këshillues, aq sa unë kam pas mundësi dhe aftësi, sa na kanë lejuar rrethana edhe kushtet tjera komponente. Po, më kisha dashur pak më ngal të shkolla e artit që sot jemi afër 30
30 mësimdhënës. Shkolla ka 6 punëtor teknik. Në vitin 2000 në Gjilan kanë punu vetëm 2 profesor të artë. Zdi Berisha, Pindi, profesor Shkatrin dhe unë. Këtë shkollat e mesme kanë pas 2 mësimdhënës. Me themelimin e shkollës së artit, të një institucion, ne jem kryu vendet të lira edhe në fillore, sepse ne përreshmën në fillore të se shmjore e të. Por shkolla e artit nuk na erdhi si dhurat nga dikush, apo shkollat tjera që do të themelu e din gjëratat e maheshme, shkolla e muzikës, kur ne në Provin Luanë, Provin Shamillo është këtu, mbajtëm një takim, kishëm kërkesa për talente të ri, të hapëm një shkolla, apo kush të qënë flitë për ata të në 10. Dhe e themelum një koncept të hapëm një shkollë mesin të tartë në Gjilan, se për ka shumë nevojë, shumë kërkesa. Në vlerën zyrtare kemi mbajtë profesori Riza, ishë inspektori, ta shkolla penziono, Riza Fazliu, ka ka shumë të viva këtu. Nga të është iniciativa në shmartë për themelimin e kësaj shkolle. Po ndodhin lufta ato, nuk u bë, fatmirësisht 99-ën, kur isha me vendim teknik. Do është ky fjalën për dikon ndoshta është i tep, po ja vlen se kemi profesor shumë të ri, që nuk e di një profesor provereshat tam një ditë me pyeti kush ku punon në shkollën e artit, ta nuk e di kur ose themelu kush ka qenë drejtori i parë, koordinatori i parë etj. Ndoshta ja vlen. Dhe i thon ka qenë drejtor Shkodra dhe profesorësh sa fillu më erdhën prej luftës, në institucione, kështu që shoqata arte figurative është çuajtur atëherë, kemi një iniciativë në themelu një shkollë të artit, ka mundësi na ofru lokal. I vrejmë shkolla, tha, me knashësi kërkesa është shumë nga, po s'ke mundësi se kemë shumë në zanë, invazionin në studis ka qenë shumë. Dhe të një në dëtrovat e shkolla bërësi, se të përcehu në bërësi. I ndjeri që kemë respekt shumë dhe është njerën nga më meritorit për këtë shkollë, Zoti Hafiz Gashi, tha, profesora, në këto fjallë që përmi të sua me gojë, shkëllot e fërndete. Atër në kompjuter nuk kishëm, asë s'kam di, me shkryme për me shkryme dorës, nes me kërkesën, për në zakonisht për në kërkesë për drejtin pikturës, dizajnit grafikës dhe dizajnit tekstil. Dhe të zove kërkesën, po presën, filloj shtatori, dhe një ditë një Mustafi ndjeri, kontor teknik, tash është ndjerë, kontor këtë në klasë, kështu e kështë përbërë drejtorit, profesor fa për të drejtorit. Por na, të një lajmë i mirë. Ka leju kërë vitë të vetëm një drejtorit, dizajn tekstil. Po, shumë falenderë, një, kështu fillohë, një tjetë. Po themelu, tha, profesor Tamore nuk di qyshi, sigurët të atit në zansa. Ka fillu, mu i shtator, shtatori. është sa problem. Unë me shkrim dore kërkesa për shkollat mesme. është updatimi i dizajnit të tekstilit në shkollën e mesme Argëria në Vërsi, dhe erdhën organizuar janë këtu faksimilet gjitha. Profesori Nagib ka qenë në komision, unë në vitën e profesori Rasim, libre shumisa e kjerë në dukët, janë kemi në marrë në zëzë më të mirë të më refuzu, organizu për zdët, dhe e të mërë në klasën në 24 tetor, ka fillu gjënata parë, dhe para 6, qëjtë. E fillu më aty mirë kërkesat vazhdimisht me hapë drejtime tjera dhe paralele më shumë që të bëjnë shkollën. Ka ndohë, profesor Shaban drejtori, ka pas shkollën për peti shumë, me në drejtimet, ku avë niveluri drejtimet, arti është në pej, fjalë të ndryshme, kështu, e di drejtor për na po bëjmë përpjekës në shoqat, jo si javë, si shoqat, që në Gjilan ta kemi. Për në zënës të Gjilan nuk kanë mundësi me shku në pej. Edhe vazhdoj këj proces, erë momenti
Partia Demokratike marrë pushtetin, falenderojnë shumë, këtë artistat dhe prindër, hasën një kuptim dhe e pavarësuar 2011. Me 5 shtator kemi startuar të lagjatet. 5 shtator ashtu ishte data e shtonë ditëve. Dhe kur ishim aty për më pavarësuar prova shavan drejtorin, zyrët e Verner Zadi, Emrush Qamil drejtor, profa Zadens, drejtori shkollës Lagjestet, profa Artan, Rolandi, Jetoni, Rasimi, kanë qenë prezent. Në ndore një dokumenti që kanë në koridor, kur himë, profesor, Shavlimi, koordinatori shkollës. Edhe pavarësia e shkollës. Pavarësia e shkollës. Një gëzimi madhë shumë njëtë, për nërësim, në mbajnë në gëzimi matë madhë. Dhe shpesh gjatë kësë periude, kur bënim ankesa, për njerë Fatumbet në ditën e profin Rasim dhe Pravën e Dërëmtinës Ilirin, Prishtin, Jusuf Zeneri, këshiltari i ministrit Recep Osmani, dhe kush më qenë. Kush jeni ju? Qytë prej bujqësijës, për në bujqësiju e isha, dhe kërkezat prej bujqësijës shkëshin. Dhe vazhdoj, kjo ka krahur, po me fjallë të mira vazhdimisht, kur nuk kemi asaru raportet me drejtorat e tjerë. Kemë pas fërkime, po jo me kalu dishka në armiqësi, kur, absolutisht. Më ndam shkum atje koordinator, unë pa pas erë të punën administrativë, absolutisht. Se shumica drejtorëve jenë dëshmitar, rrinë afer drejtorit. Kanë ambicje më go drejtora. I mësojnë gjithë punët administrative. Kur të vinë pozit, ata i dhimë. Kur, po vullnetin ma, është artanit, në pe fillim, për 2009, shka me një shtator 2009 në bujqësi, të dhënë, kemë punu me një vullnet si shpitarë. Po të temë që, pa më desti e themë është, janë 3 vitet, 2014 të gjerata, mba e artë që kemi nëzjerë shkolla jo. Por në vazhdim, si kemi nëzjerë talenta. Dhe kështu, në 2012 u regjistru në mashtë, nuk ishtë në drejt me hapë konkurs për drejtar, ta u regjistru. 1 tetor, 2012, shkolla regjistru si shkolla mesme e lartë e artit pa morë. Bile me dokumente, tash është fajtor pas me drejtori Zejnë, që nuk e kanë tërgu vullën për e kanë punu, e kanë hekë fjallën e lartë. Ja ku është dokumenti këtu, se lezëm, vendimin e mashtë, shkolla e mesme e lartë e artet pa morë. Kështu është e mërtur në mashtë dhe është 11-17 tyrë për njësë, është një shkollë e mesme e artet pa morë. është e 5, po është aplikative. Dhe pa të apitë që është këj thyje për një, ta është e vetëmja shkollë. Nëse botë do një shkollë dykon tjetër, thyje për 2. Nëjse, konkursi, unë s'po aplikoj. Ty kur më kanë thirë zyrtarë, kam shkëtu aplikacionet, shkova, koordinator tha, aplikacionet të nuk pa, ma kilon për vesër mas nesër. Sam, shoqata arte pa more, iniciativën, konceptin që ka pasë, ka uzën që ka kriju për një shkollë të nxjerë, është mbyllë me sukses. është me lu shkolla, unë nuk jam interesu pozita administrative, unë me nëzatës. Ja, buja, me nëzati drejtar. Ti të është me qenë drejtori parë, te ke fundit një ditë, po një mund, se në shkollës e ti ke bë mundi. Unë i thasht shumicës, jo prezent, i social. Urnoni konkuroni se nuk jam interesu për këtë pozitë. Ma kësyn, ja, koordinator, ja, ja, profesor, ne është nga bënë, se s'na njërë, jemi 3, s'të një përvojë, dhe në kështu ndohë. Dhe kryetarin që mërë Mustafa, ta këmë që i këshu, dhe është një dhe emblemat e kësë shkollë, pas Hafiz Gashi, ta është kryetarëna, kemi nevojë tash për një objekt tonë. E la gjapet atje, objekti hujë, presioni, e tim, profesora që kemi nevojë, si gjatë këtë buri, në buri. Mirë ma kujtove se është projekti i shkollës mesme të muzikës.
për shkollë mesme për objekte fjala. Me territorin adhurim Rasimi ka qenë. Ta plangjes më dhe një ka për juve, aneks. Tash për shkollë në vetër, s'ka objekt veç me shumë ndashtë të një livak. Në qytet qëllër ta s'ka, kemi zhjellë me hapsirë të stadion. Një ka. Unë kërkova spaku skulptura me qenë përdhes. Se është, ka të bëj me pesha të randa e kështu, s'ka problem të merë vetë Ilir Gjinodën i kështë angazhu si arkitekte, njën shumë se Ilir Gjinodën është një arkitektë Gjilermas, për kështu shumë i njëmë. Dhe ndodhi kështu, erën gjenë vitën në Lagjate, profesor Shumisa, 5 në gjimnazën Zënër e Linër, tash edhe këtu kaluar, sa, 4, tonë që sa po, unë kam kriju raporte me gjithë shumë ishtore. Në aspektin pedagogjik, nuk ka pas shansë që pas parit një dërgu planit. Në aspektin ditor, edhe sot përmajt të ditor. Edhe sot. Gjithë. Nuk këndu shpeshe i këshilloj dhe të rritë dhe ndanësat. Mos i bëni dëshmi as kujt, dëshmi të keqë, për vetë. Fëmijëve të një thonë, që më më herët, flerë edhe gjësori, që ka bëgësh? Shpesh o që të thonë, nuk i unë 7-25, për shpjes këmë dalë. Apo, kam qenë i tillë në ndërtu, nuk e di, do është nga hudë të pasur, i përpik, si njëtën shoqërore, dhe ashtu për të qështë. Po, unë për mësë një marë, po ma shumë, spaku i falenderoj shoqatën artezve. Gjithë, Lori ka qenë kretar atë, Demo Shazirin, këta, nuk kam qenë vetëm antar. Po nuk e di se mu ma dhanë me majtë ndoshta përqeset. Unë isha i biri atë, është të batar, po është të filloha me aktivitetë në i kështë vrejtë, hajta më njësë përja me majtë përqeset. Po ndërhyjtë, ma i përpik nuk ka. Po fanë po ndërhyjtë që të fanë. Edhe janë dëshmi, janë faksimile. Në këtë liber, shumisa e kime, nuk ka asgjët madhu të veporizu, apo që ka shpetu ndashta diçka, kam gjetë që ka shpetu fotografia dhe rrim Rasminit, që se të fut këto, të qori pa që kemi, të ndërgu për ndërtim në objekte, kushtrimi Jakupit edhe ata, po nuk ka liber, ndoshta Kurani dhe Biblia. Po për shkollën e artit, se diku intereson material, arkivorë, janë këto. 1995-2022. Të gjithë në zënëse, që kanë që për 99, dhe në 2022, të gjithë në zënëse që kanë përnu, janë këto me emër, mbi emër, me fotografi. Profesor me fotografi janë, në zënëse të me rubrika klasën, drejtimin, vitin, kërë kanë fillu, kërë kanë baru, kujdestari klasën të gjithë. Nuk jabun publicist apo gazetar, po duke pa historinë tonë kanë shku të tjera, shumë, si është e frikshme një ministri i kulturës, tërë të thotë, hekne prej librat të historisë, pushtimin otoman. Pa të s'ka nartë për pache në Kosovë. Asë një shkollë Shqipe se kanë leju, 1250 kanë leju tjera, jo Shqipe. Edhe thash, hajtë, që të i kisha shemin, pse mos të përmbledh në një libër, të mbetet në dosje të shkollës, bibliotekave, njërë. Unë ju falenderoj të gjithëve, veçanti kolektivin, që kemë pas shumë raporte të mira dhe miqësore, kolegiale, profesionale. Kam bë përpjekje që t'jem ai që duhet me qenë, mos të nga vetvetja, dhe sot jam krenar që e përfundova me sukses këtë mision. Mision i shejt, sepse e thonë para forsin, gjenata që në kam ap tash, nuk jem shumë të knashme. Jem shumë të knashme. Pozita e mësusit është degradu të mase, nuk e ka asnit të drejtë, asnit kompetencë. Pos mësimi vënsë dhe me umat qka po folë, se për jestu me lashe me thonë të po më bulizon, do një shpreja bulizim.
Falenderoj familjen time që më kanë e gati, sidomos shoqja, nusë i thamë. E po nusa. Nusë, në telefon e kam nusja. Dhe, thash, qatë kësaj periudë 4 vjeqare, kemë përjetu me të shumë vështira, që nga herë një nëzëndë dhe deri tash. Nuk i që po folë, kontrole fjallë, se një fjallë vretë shumë, ka qenë kujdestar, dhe nga gardjanta, kujdestar një tanë kohët. Mos flasim për veshje, për ato, po bje shi kjo në punë, qëto t'i lash për nesër, qëto t'eshat. Dhe gjithë misht që në kam përkra në ndërtimin e shkollës si objekt, si institucion, që ta gëzojnë gjithë nxënësit e rinia, gjelanët dhe të tjerë. Faleminderit edhe një herë që i një angazhu dhe urime u pafshëm në ekspozit në ora 18 në Koktej edhe një herë atje. Përrejza ka një fjallë në që Kryqja e Armia, unë i falenderoj me kom për shoqen e Armia. Nuk kom pas rastin në të falenderoj, por që sot falenderoj shumë, shoqja e Armia së kujdes për mu në kohën e pandemisë, prej Zilonit dhe një Prishtinë, ndihmën e parë, kjo ka kujdes falës, edhe sot e s'ka të falë. Sot vjetë sa këtë. Prej Gjilavë, prej Prishtinë, imën e parë, kjo kujdes për mu me oksigen, edhe në qendrën, në intenziven qendrore më ka vendosë. Falenderoj shumë, falenderoj, edhe Zotit të krenoj. Të i rastin, ka përgatis familja të këshiri organizativë. Përgjeni profi Artan kanë të vidhë të gjithë që i kanë bërë një aftësënjën të përfundimit të një aktiva. Bravo, bravo. Të nderuar të pranishëm, kolegë, miq e dashamirë të artit, mirë se keni ardhur. Sonte jemi mbledhur për të nderuar një udhtim të gjatë e të pasur krijues. Një jetë të tërë kushtuar artit, kujtesës dhe shpirtit njerëzor. Ekspozita që po hapim sot, me rastin e 65 vjetorit dhe pensionimit të profesorit Avni Beluli, nuk është thjesht një përmbyllje e një etape, por një përmbledhje e një universi artistik që ai e ka ndërtuar me përkushtim, me ndjenjë dhe me mendim të thellë. Profesori, për mes kulturës së tij, ka arritur të kap kohën, ta ndalë për një çast, ta këdhan në dru, në gur e në shpirt. Në veprat e tij, epokat flasin me njëra tjetrën. Herojnë tanë marrin frymë përmes formave. Femra shndrohet në simbol të jetës. Dryni bëhet metaforë e misterit njerëzor. Dhe çdo figurë përçon një dramë, një kujtesë, një ndjenjë. Si që shkruan kuratori Gani Pytyqi, në artin e Avniut bashkëtojnë drama tronditse dhe qetësia manitse e artit. Ai nuk ka folur kur me Zot e lartë, por ka lejuar që gurët dhe drunjt të flasin për ne si njerëz, si popull, si kujtesë. Pa humbur kohë, ftoj kuratorin e ekspozitës Zotri Gani Pytyqi të marrë fjallën. Kthejmë profil nga ju, se mungesa e dritës, që ne kërkojnë qenja njerëzore të thonë, e kërkon të rritë njerë që sonë të nga mungon e dhe nga mungon që ashtë të nevojshëm, kur e kemi, unë përmjet dritës të duhet të perceptonim letën, letrare të artistike të amë. Të dashur miqë, publikin e ruar, Armia sot ka festë tre festë. Kjo është edhe arsyeja që ne sot jemi këtu. Armia sot kremton ditëlindjen e tij të 65. Armia sot e përmbyll rrugtimin e tij profesionist si pedagog i artit, pensionohet. Armia sot e bën një rekapitulim, një retrospektiv
të gjithë veprës së tij artistike. Po mbi gjitha, Arneu e kishte edhe e ka një pasion. Pasioni i tij është arti, skulptura, installacioni, vizatimi, piktura. Po çfarë është pasioni? Te Buqja dhe Zeza e Stendalit, kapitulli 39, thuhet: pasionet janë aksidente të jetës, por janë aksidente që u ndodhin vetëm shpirtrave superior. Dhe Arneut i ndodhi ky aksident i Stendalit. Dhe ky pasion aksident mirë artist, këtë aksident mirë artist shkrimtar i ka shtyr tek sakrifica e skajshme. Këtë e ka bërë dhe Arneu me veprën që ka krijuar. Unë kam bërë dhe parathonjen e katalogut. Ata që do të kenë rastin ta kenë katalogun mund ta lexojnë. Unë kam marrë vetëm dy preferit e para dhe të fundit, por të shtoj edhe atë të them se sado që jam përpjekur të flas, sado që jam përpjekur të deportoj në përmasën artistike të gjithë veprës së Arneut, ajo është e pamundur. Ju këtu sonde keni vetëm një pjesë të asaj. Unë kam qenë 3-4 herë në shtëpi për të parë, për të analizuar, dhe kam parë një vepër të pafundme artistike. Dhe pikërisht atë e thash atë pasionin aksident të Stendalit, dhe nuk e di për kë do ta thosha këtë, që gjatë atyre vizitave që i kam bërë në shtëpinë e tij, kam parë që gjithë vepra e tij e mbulon shtëpinë, gjithë shtëpinë. Mbulon katin përvec, mbulon katin e epëm, mbulon e mbush gjithë oborrin, bile edhe oborrin e një mikut të tij që e ka aty edhe fqin. Ndoshta do të metet pezull nëse ata që do duhet ta dëgjonin të thirrje, sepse artistët si Arneu nuk janë të përditshëm, ata janë të veçantë, sepse janë bërë të veçantë me mënyrën e krijimit, me pasionin, me përkushtimin, me veprën që kanë monumentale që kanë krijuar dhe e vualon brezave trashëgim. E kam quajtur komunikim artistik me epokat, veprën e Arneut. Në veprën artistike të Arni Behlulit shpalosen epokat, ndërthurën shekujt, jetësohen ngjarjet, skalitën personazhet. Aty shpërfaqen portretet e herojve, lexohen e kujtohen ngjarjet historike dhe tragjika e tyre, krijohet mbamendja dhe përjetësohet historia. Aty takohen luftëtarë, herojnë të përmasave kreshnike, si ata të legjendave të lashta, shohim skena me thyrje, shpatash, gërshetim predash, flijime, rënje në fronte betejash. Aty ndjejmë trishtim për humbje të dhimbshme, por edhe krenari për fitore të mëdha, por në veprën e Arneut jetësohet edhe ndjenja më sublime, si dashuria, e shëntrimi i jetës dhe krijimi e mbrojtja e saj. Pastaj kultivimi, ruajtja dhe bartja e trashëgimisë sociokulturore e filozofike si testament brezash. Arneu me skulpturën e tij sikur i ka përbashkuar kohët, epokat, shekujt, sikur i ka zënë me dorë amshimin për ta sjellë para nesh si komunikim artistik. Si raport ndërmjet historisë dhe artit, në mënyrë që publiku të mund të krijojë raportin e tij me kohën dhe me artin. Arti i Arneut është mit. Ai është miti së kaluarës, është miti i thellët dhe i lirisë së tij.
Ai është miti I flijimit të luftetarit. Ardhi Avniut është miti mbi jetesën sonë. Ai është miti për femrën, miti I amësisë së saj. Në veprën e Avniut, mit është vendlindja e tij, është gjuha dhe autoktonia, është tradita kulturore. Mit është vetë arti. Avniut I shpreh lidhurimet e mia të zemrës për të 3 festat e tij. Ndërkaq, juve publik I nderuar, ju falenderoj nga zemra për vëmendjen. Falenderojmë artistën Gani Bytyqi për këtë analizë kaq të bukur të veprës së profesorit. Për mua personalisht sot është një ndjenjë e veçantë, sepse përpos që e nderojmë një artist, po e nderojmë edhe një mësues. Profesor Avniu ka qenë drita që na ka udhëhequr rrugën tonë drejt të parë drejt artit. Njeriu që na mësoi të shohim përtej formës, përtej materialit e përtej asaj që duhet. Në çdo gjenerat që ka kaluar përmes dorës së tij, ka mbetur gjurma e një edukatori që kuptoi artin si mënyrë jetese, e si mision shpirtëror. Dhe për këtë sot, përveç ekspozitës së tij, ne festojmë edhe trashëgiminë që ai lë pas, një brez artistësh që mbartin në kujdes e në krijimtari. Aq pa u për fjalë, ftoj autorin e ekspozitës, zotëri Avni Beluli, të marrë fjalën. Përshëndetje miq të mi, artist, ardashës, familje ime. Që në fillim e përshëndes të të rinë për kulturë I një sport, që ka bërë të mundur sa do pak mbështetje financiare krijuesve, jo vetëm Gjilanit, po edhe më gjerë, që të dalë në ndihmë simbolike, po megjithatë është për të lavdruar komunën e Gjilanit në këtë aspekt. Falenderoj stafin tim që punoi rreth ekspozitës, kuratorin, zotin Gani Bytyqi që disa herë ishte në atelen time në studio për të parë nga afër, për të marrë imazhet dhe ndjenjat nga punët që unë kam bërë. Dizajnerin Edi Shërkiu që momentarisht është një student shumë I talentuar, është regjistruar në forcat e veta në Linz të Austrisë, nga shtëpia vetëm me punë të tija. Falenderoj aranxherët, kolegët e mi, miqtë e mi, Çamila Pashtica, Rasela Saliu, po ashtu Dorontinën, ishtë në nxënësën time dhe të gjithë të tjerët që sonte keni nda kohë të jeni bashkë me mua në këtë festë të 3 fish, si që të ekonë paraforësit. Në këtë rast, unë nuk kam çka të flas sepse kam sjell para jush, para ardashëve që do të vizitojmë për 2 javë rresht ekspozitën një pjesë të krijimtarisë sime, nga se unë vazhdimisht punoj, krijoj dhe kjo me thonë është një përqindje shumë e vogël, por shpresoj që ju që atë vitëve të tashme kur do të ketë atë ndryqim, do të gjeni vetë sigurisht në një motiv, në një kali, qeni, shqiponja, po figuracion të ndryshëm, do të kënaqeni, do të shprehni edhe emocion të juaj ndaj një vepre time. Edhe një falenderi shumë për ardhje në këtë kohë, këtë mot me shi, që keni nda për mua, jam mirënjohës për gjithë ju, falenderi shumë. Profesori Avni, ju falenderojmë për çdo këshill, çdo fjalë dhe çdo përpjekje. Në emër të gjithë të pranishmëve, ju urojmë shëndet, frymëzim të pashtershëm dhe qetësinë që meriton një njeri që ka skalitur kohën në formë arti. Tani, me kënaqësi, e shpall të hapur ekspozitën Mitikja e një universi artistik të mjeshtrit Avni Beluli, si dhe ju ftoj të na bashkangjiteni në një koktejl rasti. Faleminderit. Thank you.